ky fshat i zhvilluar edhe me popullatë ortodokse, në periudhën e Ali Pash Tepelenës u bë çiflik i tij dhe krijoi mjaft vështirësi të Bashkësisë Ortodokse, sepse do duhej që të paguanin mjaft taksa, të cilat për ta në atë kohë konsideroheshin të rënda. Dhe në këtë mënyrë u organizua fshati, edhe pse kishin kaluar vite dhe ishin bërë përpjekje për ta hequr dhe për t'u kthyer përsëri në statusin ose në regjimin e mëparshëm të këtij fshati, që ishte një fshat qefalofor, pra që kishte një autonomi ose një gjysmë autonomi të funksionimit të vet, dhe u bën përpjekje për t'u çliruar nga regjimi ose nga statusi i një çifligu, për shkak të taksave të rënda, dhe u bën përpjekje që të çliroheshin nga kjo gjë. Përpjekja e parë që ndodhi u bën në vitin 1848, por që nuk arritën dot që të finalizohej, edhe për shkakun e organizimit, por edhe për mjaft mungesa në të ardhura, sepse do duhej një shumë e majme për t'u çliruar. Në këtë gjendje u bë një përpjekje tjetër ku në vitin 1873, në ditën e diel të 30 shtatorit, në manastirin e Shënkollit u bë monoklisi, pra një meshim ku meshonin të gjithë klerikët, me qëllim që të thërriteshin të gjithë besimtarët, dhe aty u shtrua një levencë dhe aty për të blerë emlaqin, siç thërritet edhe në gjuhën e kohës, që ishte pikërisht për të blerë fshatin, për ta riblerë, si thua, edhe për të fituar të drejtat që të mos kishin këto taksa të rënda, u shtrua kjo levencë me qëllim që të ofronin dhe të bënin bamirësi dhe të çliroheshin nga pasojat e të qenit çiflik. Në këtë mbledhje me të gjitha të ardhurat dhe dhuratat që u dhanë nga boboshtarët, u mblodhën 1000 lira otomane. Por në fakt do duheshe një shumë më e madhe për ta bërë këtë gjë, dhe këtu u organizua jo vetëm igumeni që ishte Ignati, për cilën përmendëm dhe pak më sipër, i cili u organizua dhe ishte një nga mbështetësit dhe organizatorët për ta realizuar këtë ëndër të fshatit, por u organizua njëkohësisht edhe igumeni Timoteu, që ishte igumeni manastirit të Shënmërisë në vendin ku ndodhemi sot, po dhe murgjër të tjerë dhe jeromonak, të cilët ndihmuan për të ardhurat. Njëkohësisht, përveç besimtarëve dhe boboshtarëve në Boboshticë, kemi dhe mjaft dhurata të cilat vinin nga boboshtarët e diasporës, ata të cilët kishin shkuar në Rumani, në Greqi apo dhe në vende të tjera. Në fillimet e veta, këto dy manastire kanë edhe një histori të tyre për autonominë ose për pavarësinë e tyre nga taksat, për çlirimin e tyre nga taksat. Ndodhi që sipas traditës, kur në fshatin Peshkopi, pra në Korçë së asaj kohe, në fund të shekullit 15, erdhi Ilyas Bej Mirahori, të gjitha këto fshatrat e zonës së Vakefit, siç thërriten edhe sot, por njëkohësisht edhe fshatrat të tjerë si Vidhkuqi, po edhe Boboshtica, ishin fshatrat të Ilyas Bej Mirahorit në nyqmën e tij dhe të konsideruara Vakef. Në këtë rast, boboshtarët i kërkojnë
Ilyas Bej Mirahorit, një figure të otomane të fund shekullit të 15, i kërkojnë që manastiret e Shënkollit dhe të Shëmërisë së Boboshticës të çlirohen prej taksave. Dhe në fakt, ai pranoi çlirimin dhe lejoi të funksiononin manastiret pa paguar taksa, përveç se në rastin që ai u thotë se kërkonte prej secilit manastir çdo vit 14 ok vaj dhe 14 ok mjalt. Pra ishte një masë e cila edhe për të mos i çliruar nga taksat plotësisht, po ishte edhe një taksë mjaft e lehtë për këto dy manastire dhe që u bë një lehtësim dhe që vijua në jetën e fshatit. Pra kemi të bëjmë me dy manastire që natyrisht i kemi si të tilla dhe që mirë funksionojnë që prej shekullit të 15, që të dyja, edhe kjo histori që është e shkruar e dëshmon këtë gjë, por edhe njëkohësisht emrat e peshkopëve, po edhe mbishkrimet fragmentare ose çfarë ka shpëtuar nga e kaluara dhe vite të ndryshme të cilat lidhen me objekte ose me rindërtime të kishave apo të kompleksit të manastireve, tregojnë që këto manastire kanë funksionuar dhe kanë erdhur, si të thuash, deri në shekullin e 20 më së miri. Në kohën kur këtu në Boboshticë kaloi në këto vite, pra rreth vitit 1873, konsulli rus dhe erdhi dhe drekoi këtu në këtë manastir, igumeni Timoteu dhe boboshtar të tjerë që ishin pjesë të këshillit të kishave të Boboshticës, i kërkuan që dhe i treguan dëshirën që ata dëshironin që të largoheshin nga detyrimet dhe të blinin fshatin e tyre, pra të blinin emlaqin, siç e thërisnin. Dhe ai i këshilloi që të shkonin tek konsulli rus në Konstantinopol dhe aty t'i kërkonin dhe ati ndihmë për blerjen e emlaqit. Dhe ashtu ndodhi, u caktua një përfaqësues prej fshatit, ku kishim edhe dy persona të cilët kishin një kontribut të rëndësishëm në të gjithë këtë përpjekje të këtyre viteve që zgjati 2 vjet deri në vitin 1875 që u ble emlaqi dhe u realizua kjo largimi nga detyrimet e të qenit çiflik, dhe pasi shkoi në Konstantinopol përfaqësuesi, takoi konsullin rus dhe aty i kërkoi që ai t'i ofronte një shumë të ardhurash për blerjen e emlaqit. Konsulli rus, duke ju drejtuar personët, i thotë që edhe në qoftë se unë personalisht do të jap 40 apo 50 lira otomane, sa do jetë si ndihmë për ju. Nuk do jetë ndonjë gjë, por unë ju siguroj se do të shkoj tek Sultan Azizi dhe do t'i mbush mendjen dhe do t'i kërkoj që të shpalla ankandin e fshatrave dhe të emlaqit që lidhej me fshatrat Boboshticë dhe Drenov, me mënyrën që ju të keni mundësinë që me fondet tuaja, me të ardhurat tuaja, t'i blini fshatrat dhe kështu të fitoni të drejtat e një fshati autonom ose qefalohor. Në këtë mënyrë ndodhi që u realizua kjo gjë, ai komunikoi me Sultan Azizin dhe u bë mundur që të gjithë të arrijej shuma me të gjitha këto dhurata dhe me përpjekje të shumëllojshme për blerjen e emlaqit me 6.555 lira otomane. Ndihmë tjetër e cila ishte vënë pas monoklisisë mbledhjes në manastirin e Shënkollit, ndodhi dhe në një nga ambientet e manastirit të Shëmërisë, ku edhe këtu mblodhen të ardhura. Pra,
kuptojmë që këto manastire, edhe pse kishin njerëz të cilët ishin të përkushtuar, qoftë të njohur si igumen, hieromonak apo murq të thjeshtë, të cilët kishin përkushtuar jetën e tyre në këto dhe përjetonin jetën shpirtërore të dedikuar tashmë, sipas traditës monakale ortodokse, ata bën përpjekje maksimale për të qenë njësh me banorët e fshatit dhe për të lehtësuar njëkohësisht edhe fshatin. Përgjatë të shekullit të 19 kemi dhe një të dhënë tjetër që përpjekjes për çlirimin nga Emblaqi kemi në krye të listës jo vetëm emrat e igumenëve si të Timoteut, po dhe të Ignatit, igumenët e manastirit të Shëmërisë dhe të Shënkollit, kemi dhe mjaft emra banorësh, por njëkohësisht kemi dhe në mbledhjet për të çliruar nga Emblaqi ose për ta blerë Emblaqit, edhe të mitropolitit Dorotheu, mitropolitit të Korçës. Pra që këtu kemi një funksionim dhe një mirë funksionim të kishës, gjë që solli një mbarvajtje dhe një çlirim dhe një zhvillim, sepse bëhet fjalë këtu që Boboshtica nuk ishte një fshat me pak banorë dhe i thjesht. Është një fshat që është i njohur edhe nga regjistrimet otomane, që ka një numër të konsiderueshëm shtëpish, por edhe njëkohësisht edhe një fshat me mjaft personalitete ose me mjaft kontribute edhe jashtë të Bobosticës, jo vetëm ata që janë brenda Bobosticës, për njerëz punëtorë që nuk e harruan vendin e tyre asnjëherë dhe ofronin më të mirën e tyre, sidomos për vendet e tyre të shenjta dhe sidomos për manastiret në fjalë.